Kurseu për 18 vite që nga lindja e djalit, për t'ia mundësuar kryerjen e haxhit. Djaloshi Eusuf Azman falenderoi nënën e tij, e cila e regjistroi dhe kurseu për vite me radhë që nga foshnjëria, duke bërë të mundur realizimin e këtij udhëtimi të shenjtë. Edhe pse udhëtoi pa familjen, ai tregoi se pelegrinët më të moshuar e trajtuan si pjesë të familjes dhe mbështetën gjatë gjithë rrugëtimit. Eusuf Azman konsiderohet si një nga haxhinjtë më të rinj nga Malezia që ka arritur të kryejë haxhin, një arritje që ka tërhequr vëmendje dhe respekt të madh në vendin e tij. Historia e tij është bërë frymëzim për shumë të rinj dhe familje, duke treguar rëndësinë e përkushtimit, sakrificës dhe planifikimit afatgjat për të realizuar një nga obligimet më të rëndësishme fetare. Ai gjithashtu theksoi se përvoja e haxhit ishte thellësisht emocionale dhe shpirtërore, duke shtuar se kjo rrugë e ka bërë të reflektojë më shumë mbi jetën dhe besimin e tij. Mbështetja dhe dashamirësia që mori nga pelegrinët e tjerë e bën këtë udhëtim edhe më të veçantë, duke kthyer në një përvojë që do ta kujtojë gjatë gjithë jetës.